Në Medinë takova një burr. Në Medinë takova një burr prej ulemave në vitin 1992. Me një mexhlis të ulemave të mëdhaj në Medinë, ishte mramje. Njëri foli lidhe me salavatin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po sa e kreu bisedën e boni një lap, edhe tha, ki shoku jem që kam afër, tha i thot për pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, 1000 herë në ditë, Allahumma salli ala Muhammed. U qu ai qetri edhe i tha këti, vallahi ke spjegu për mua një pun që në jetën teme as kuj si kam tregu. Jetën teme as kuj ketë mshat si ja kam tregu. Mu mdo këtë se këto dit ishin të dit të afërmit e Allahu Gjelle Gjelalu. A i ban të një pun që si kish tregu kur kuj ke e kish zbulu punën e ati. Qfar tela janë ato unë nuk i di, po a i bani një be, tha wallahi prej sodit kam me u kap për një qëtër pun që se din kur kush. Se kjo dull mon shesh, kjo dull me gdan, këta po e din edhe qërë. Tha prej sodit ma do të baj një pun që se din qërët. 1000 herë në dite, Allahumma salli ala Muhammed, man salla alejje salatën wahide, sallallahu ta'ala alejhi bi 10, kush e ban një salavat mbi mua, ka thonë Allahu 10 sevap i zbrit bita. 1000 herë, ka dhej 10.000 sevap në dite. 10.000 sevap për një dit. Këto i futi në kontën e sevapëve tua pa mund. Edhe kërën e vëzit, edhe mekanikën e punon, edhe elektronikën e punon, edhe bujqësien e punon, edhe provimin e pregadit, edhe këta e ban. Edhe i 10.000 sevapë në dite i kasirat, po thamur e kështu si ishtin në arkën e sevapëve tua për nesër. Këta e rinia jonë duhet këtë tradit të shpejton, thot Allahumma salli ala Muhammed vetaj, po sa shëris kërë ndëgjon emnin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.